Koha kur veç kemi marrë, ose veç me fitu, ka mbaru. Ka mbaru, nuk ka më mundësi me marrë gjithmonë. Tash duhet me mendu një verzion tjetër, një strategji tjetër, se qysh me pru klientin tek ne. Ardha e klientit tek ne është kur ne japim diçka gratis, ose pa parë. Kjo pjesa gratis është gjithmonë një krijimi të produktit digital ku na mundin me dhuru si një lloj regjistrimi të klientit në faqen tonë. Dhe kjo mundson klientin me u kënaq. Shaj falenderimin që ai ka hyrë dhe mos me dalë pa ble produktin se ai ka marrë, ndihet i obliguar, në atë moment ndihet i obliguar. Dhe kjo është tash një ndër strategji që duhet mu përdor. Nuk duhet gjithmonë me marrë, ose me provu. Duhet me jep sa do që është e vogël e madhe për klientin gjithmonë që atë pjesë, atë produkt ose çfarë do qoftë që merr është e madhe dhe është e vlerësueshme në anën e klientit. Pra mos harroni me kriju një produkt digital dhe me dhuru gratis.